Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. 1793 ndërroi jetë Maria Antonieta, mbretëresh franceze. 1875 në Provo, Utah, themelohet Brigham Young University. 1923 themelohet në Kaliforni kompania e famshme amerikane e filmave të animuar për fëmijë Walt Disney. 1940 u themelua Warsaw Ghetto. 1951 kryeministri pakistanez Liaquat Ali Khan u vra në Rawalpindi. 1961 Cork Airport u hap në Irland. 1964 Kina bën shpërtimin e parë bërthamor. 1970 Anwar Sadat zgjidhet presidenti i Egjiptit. 1973 Henry Kissinger dhe Leduc Tho fituan çmimin Nobel për paqen. 1978 Karol Jozef Wojtyla bëhet Papa Gjon Pali II. 1984 Desmond Tutu u nderua me çmimin Nobel për paqen. 1991 u themelua Gjerkan Chatra Yuva Morcha në Ranchi, Indi. 1970 lufta në Vietnam, Lejtnant William Colley paraqitet në gjyq për masakrën në My Lai. 1995 mjeshtri rus Garry Kasparov mposhti indianin Viswanathan Anand pas një loje shahu që zgjati plot një muaj. 1996 plot 78 sportdashës humbën jetën duke u shkelur nga turma e madhe e njerëzve në një stadium të Guatemalës. 2002 presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Bush i kërkoi Kongresit autorizimin e nevojshëm për t'i shpallur luftë Irakut. 2002 rihapet pas mijëra vjetësh që nga shkatrimi i saj biblioteka e famshme e Aleksandria në Egjipt. Kjo biblioteku restaurua nga qeveria egjiptiane dhe sot është një nga qendrat më të mëdha kulturore dhe letrare në të gjithë Mesdheun. 2007 shuhet në moshën 26 vjeçare këngëtari i famshëm Maqedonas Tose Proeski. Proeski do të vdiste gjatë një aksidenti automobilistik në Kroaci.